Jo, nuk presë në gjë me ndryshe. Në faktin që s'ka pas ndonjë lëvizje, për shpesu që ka me ndryshe sot. Cila është arsyeja që vjen parlament? Edhe herë Cila është arsyeja që vjen parlament? E kemi obligim, si deputet. Të gjithë kanë obligim me ardhë. Edhe me përmbush obligimin tonë ligjor. Me shpresën që grupet politike të kuptojnë peshën e rëndësinë. Parasysh që thash detyrën që kanë ndërtimin institucioneve për gjithë marrëveshje. Dhe kjo është e habitshme çfarë ndodh tash të muaj. Do të thonë me u gjell e me kërku me bë vendin tonë më mirë, me bë gjitha fushat, e me garu kush është më patriot, e kush i shërben më shumë vende, me arë momenti me të zgjedhë popullit, me të anë besimin, nësë me konë gjendje më urë me grupet politike, e me ndërtu qeveri, e parlament, e institucione, në kohën kur bota është razuar, me gjitha ato probleme ekonomike e politike, me probleme të sigurisë nacionale, me ato që sa dëshinë ju, sa t'jemi dëshmitarë, si pas komunikatet e kesët, vetëm 110 MW, prodhohen energji elektrike, para një kolapsi energetike e ekonomik. Në këtë situatë, apeli jemi të qytetarët, shikoni kuj për një besimin dhe kuj këndot besimin. Kjo bunkërizim. A të pse s'pjef një votat në që përse vanë këriz? A jeni duke për cilët ju zhvillimet? Jo, dëgjoni, duhet me kujdes se shumë më rëndësi për hirë të ndërdimit, ju duhet me bani pa dallimi, edhe me pa. Kush po përpjekje, kush po përpjekje. Ne kemi fuqinë e 3 votave, dhe ne, ju e dini 3 muaj jemi lënquar nga ajo që ne kemi pa para 3 muaj, se është e nevojshme për tema nacionale me unë me bisedu me gjithë zgjidhje. Dhe ne a hapin tonë, dëshirën, konstruktiviteti për gjithë një zgjidhje, për pjekin tonë e kemi të vazhdueshme dhe ju mund të ashin çdo ditë, edhe nga prononcimet e mi, edhe nga hapet, edhe nga komunikimet. Dhe për 3 muaj kam qenë njeri më i sulmuar në vend, se kam kërkuar gjën më normale që duhet të kërkoj një politikan më ulem me bisedu me kolegët tu. Bota armisht bisedoj njëri me tjetrin. Natën bombardojnë një tjetrin dhe ndërsa në tjetër zhvillojnë negociatat. Kështu që mendoj që është koha me drejtua me adresu përgjegjësinë edhe me kërku që sa më shpejt të ndërtojnë institucionet. Nëse marrëvesh për votat tuaja, votoni kë parlamentarën? Marrëveshje politike. Ne në ditën e parë ja kemi ofruar votat, a keni përcjellë intervistën time. Në ditën e parë, nëse do 3 votat e mia e keni të gatshëm. Jo duam partneritet, duam marrëveshje. Urdhën atë ulën ndërtoni marrëveshje dhe nuk është problemi ton. Le të ulin partitë të mëdha, le të ndërtojmë marrëveshje, ne kemi të gatshëm të nismë me kontributin tonë. Kështu që besoj që, shqoni, ne jemi një parti e vogël. Dhe këtë e mundësi tona. Dhe besoj që nga ju e të tjerët duhet të bëjnë këtë diferencë dhe të vlerësojnë hapet. Kërkohet nga të tjerët të bëjnë hapet e një. Shpresoj që kështu mund të shkojmë përpara. Ne mund të fusim gjërat në një thes ashtu si që kemi futur gjithë, por Kosova nuk është mirë ashtu. Nuk është mirë. Koha është për me kërku përgjegjësi nga gjithë, sipas peshës që e kanë. Se kur po vinë po thonë partitë mëdha po ngriten, po njihen goxha të, si më thotë, fuqishëm. Po vota është përgjithësi, edhe duhet me marrë vendimet guximshme. Edhe jo, vendimet politike jo gjithherë janë popullore. Po që të bëhen distanca e një leadershipi, ku merr vendime që shërbejnë vendet që në shikimin e parë mund duken jo popullore për qytetarët. Po na këto kemi një detyrë, një funksion. Me edhe vendit, institucionet edhe zhvillimin e Kosovës. Unë jam njerëve aty njerëz që kanë pagu çmime të mëdha në kaluar për projekte të mëdha të Kosovës. Asnjë pikë pishmangësi se di që kam shërby vendit tëm. Dhe sot hesni për atë projekt. Po mund ka kushtuar si individ. Kështu që do të thonë kur të mungojnë projekte të mëdha. 30 vjet se ka gjendje një termocentral me renovu. Ne në orë një vend ku kemi rezervat më të mëdha të ngjillit, i më orë puna me thonë 100 MW prodhohen në Kosovë dhe të tjera do të më blej me parë. Është pjesë është koha me reflektu, edhe me vlerësu punëtorin e jo punëtorin. Konstruktivin e jo konstruktivit, përgjegjshëm e pa përgjegjshëm. Është koha, momenti i fundit. A po dinë që ato rreziku shteti. Shteti i Kosovës do të rreziku në aspektin e sigurisë. Domet që janë shkaktuar, po shkaktohen
ka mi pagu, na, jo keni mi pagu, qytetarët e Kosovës, shpjetan ka mi pagu. Unë jam shumë i shqetësuar për qëndrueshmërinë e këtij shteti kështu. Për seriozitetin e qasin të shtetit të Kosovës. Shpresoj që do gjinin zëna të arsyeshme sa më shpejt ke marrëveshje politike. Ju e presidenti i parlamentit në kohë gjatë. Nuk kemi veç na që japim sugjerime edhe mesazhe. Ju jeni gazetar, njerëz të informuar, intelektual, që e dini çush ndërtohet parlamenti, e dini çka janë marrëveshjet politike, e dini si bëhet hapa ndaj drejtimit të sesionet, dhe mendoj që është koha gjithë ne bashkë. Zëri i arsyes Kosovës të bashkohet dhe të drejtohet atje ku është të lasha, ku ka problemi. Kërkohet që ndërtojnë sesionet. Po ndëgjoni zgjedhjet parakoshme, po. Po kalkulohen për zgjedhjet lokale. Çka shkojnë zgjedhjet parakoshme? Ai po sondazhe. A vetë kanë mund me bisedu. Dhe ata kanë me thonë se s'ka më vjet kushte, po kështu që shkaktoi vendit për muaj e lëm pa qeverisje, kush e përgjithësi. Kështu që besoj që është një situatë kritike. Unë thjesht po shpresoj bregosën e shqetësimin tim, këto janë kapacitetet tona. Ne kaq kemi pas besim. Shpresoj që qytetarët e Kosovës do të vlerësojnë qëndrimin tonë dhe ndargadal të bashkohet zëri i arsyes bashkë. Dhe ata të cilët e kanë kështrajtuar besimin e qytetarët e Kosovës duhet ja kthejnë shpinën të gjithë atyre të cilët nuk janë në nivelin e detyrës. Faleminderit.